Po si u njohe? A ka qenë diçka rastësore, ka pas ka qenë Kosovë, ka qenë Suedi? Jo, ka qenë në kohën ma të shëndetshme që mënej që i kena përjetu këtë si njerëz, në kohën e pandemisë, në fillim pandemisë. Disa ditë para se me umbyll gjithë shka, ka qenë kontakti i parë jam me Argjentin. Kontakti i parë ka qenë në rrjetet sociale, mesnive, edhe mandi mrena 2-3 ditëve... Ka të shkrujti që ta kthej mendjen me ju përgjigjë? Asu ko diskutojke që ka me umbyll gjithë shka. Ishtë një frike madhe për shkak të Covidit, edhe e di që kom qitë një kodit i shka, që qa do që po mbyllët, qa do që po humbim, edhe nuk e kemi me përjetu gjithë dit me dalë, me u pa, me u taku, prap dashnia është që atë. Qështu diçka ka qenë, se ma e ma në sakt që ka kom postu, edhe të që ajo ka shkrujt Argjenti. Edhe komenti i tjo kon, i kena edhe lokumat. Okej, pra a i ta vur zemrën me humor, a? Me humor edhe me ushqim tradicional, me dhëm pika me to. Edhe unë e kom kesh shumë. Ma ndi arsye pak që unë ju kom përgjigjë Argjentin ka qenë edhe dy shoqet e mija, Agnesa dhe Irza. Se atu e kam pa para mje në telefon tamen. Jo në konë të këshyrë diqka e kam pa që po shkru në dikosh. Edhe kur është qelë, ka një kanë këshyrë fotografit e ti ato. Njerë me miratu ti, pik shoqet. Shumë i mirë ku ka këtë djali përgjegjë. Për mu konë shumë e qëdetshme me komuniku me dikon që nuk e njenë rrjete sociale, se nuk kom besu në atë. Edhe mandi kur ndodhi kjo me postimin, mu kesh shumë, mu kujtu në qikat, edhe në vishë kom kesh, ose diqka. Prej që ati momenti kur si në analma, kur. Se unë Argjenti në lidhje, si qëtë lidhje tjetër, edhe mu përla ose diqka, nuk ka ndodhë me shku dit pa full. Do me thonë, edhe nëse jena konë, nuk jena kuptu për diqka, komunikimi ka vazhdu, po u hek fjalla zamër. Ate me ka alëzu që jena nërvaz. Ma nërvaz diqka. Që prej që ati momenti, vazhdimisht kemi folë, edhe ma ndimas disa mujve, normalisht ka mujtë edhe me ullëtu, na ju, a i moj ke me ullëtu edhe ka ardhë, edhe jemi taku. Që në kohën kur me menzi kemi taku njerëzit tonë, unë e kum taku dashin e jetës. Sa bukur, e veçantë shumë. Që është që shka qenë edhe dosma edhe gjdo ditë më pas e jotja që ke një ndryshim normal, krejt tjetër prej mënyrës tjetesës në Kosovë, nuk e di që kishe mendu në i herë ose imaginu që do të shkoje me jetu në Suedi, po që ka ndryshoj prej dosmës, pra ti si, ose vetë si akt, a ndryshon t'i shka njeri ju, apo si e përjetove, a ishte fazë më tjetër për ju të dë? Për mund është ta ka qenë ndryshim pak maj madhë, për shkak që kom ndru vend, e kom ndru puna,